Hej, përshëndetje të gjithëve. Sot po e nis pak si më ndryshe me pamje nga jashtë kuzhinës time, sepse sot është një shi i tmerrshëm, ka bllokuar të gjitha rrugët, jemi të gjithë në shtëpi dhe mendova që është koha ideale që në kuzhinën time të bëhen ca petulla. Si të dini, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Do të filloj me recetën e petullave. Janë petulla tollumbace, petulla pufka, quajeni si të doni, bëhen të buta si pambuk. Janë dhe petullat më të shijshme. Këtë recetë brumi unë e bëj shpesh, të gjithë ata që më ndjekin e din, bëhet shumë e shijshme. Kësaj here do ja jap me masa të sakta, nuk marrin asnjë pikë vaj. Fillojmë shpejt nga përgatitja e brumit. Mos harroni që çdo përbërës duhet i vakët. Unë kam qumshtin të ngrohtë, po do të shtoj ujin të ftohtë, kështu që do balancohen të dyja. Na duhet 250 gram qumësh. Thjesht vendosni gotën në peshore dhe peshoni qumshtin me gram, nuk prish asnjë punë. Dhe tani do të shtojmë 450 gram ujë të ftohtë, pra për të balancuar temperaturën, por mund t'i merrni edhe të dyja të vakta. Tani nëse e provoni, temperatura është e vakët. Tani është radha të shtojmë 25 gram sheqer, shtuar sheqerin dhe siç po thoja, sheqeri është thjesht për të aktivizuar majan, sepse petullat nuk do të jenë të ëmbla, do i shtojmë edhe kripën që i duhet. Në fund fare do të shtojmë 10 gram maja. Do e përzijmë të gjithë masën dhe do e lëm pushim 10-15 minuta sa majaja të krijojë shkum dhe të aktivizohet. Shikoni që majaja tani është aktivizuar dhe unë kam dalë tek balkoni, sepse si për të plotësuar panoramën e shiut na ikën edhe dritat. Na duhet të shtojmë 100 gram gjalp të shkrirë. Dhe tani do të shtojmë 1 kilogram mirë, pra një paketim të tërë me mirë, dhe shtojmë të gjithë një herë dhe pastaj do fillojmë ta punojmë. Do të shtojmë gjithashtu edhe 10 gram krip dhe do të fillojmë të punojmë brumin. Fillojmë me punojmë brumin. Do të na krijohet një brum disi i butë, në fund do i shtojmë shumë pak vaj. Vazhdojmë me punojmë mirë derisa të na krijohet një masë homogjene brumi. Përbërësit vazhdojmë të jenë të vakët. Këtu afër kam gotën time të madhe që quhet Asia. Do flasësh pak ti, Asia? Përshëndetje, sot do bëjmë petullat të mia të preferuara. Asia është pak lezetare. Lezetarja mamit është Asia. Brumin e kemi thuajse gati. Vitim pak fare vaj liri sa për sipërfaqe, që mos na ngjisë. Dhe tani do e mbështjellim e do e lëm të vi një orë e gjys apo dhe 2, thjesht do e shohim me sy, duhet që brumi të vi sa më mirë. Ky është sekreti i këtyre petullave, që brumi të vi plotësisht dhe të krijojë fuska. E mbulojmë si fillim me qese kuzhine, pastaj me një pecet dhe unë do e kaloj në kuzhinë, sepse aty është më ngrohtë, duhet ambient i ngrohtë, por jo nxehtësi e drejtë për drejtë, pasi e prish brumin, mund të futet edhe në furrë, por furra nuk duhet të ngrohet shumë, përveç se 50 gradë Celsius. 10 minuta, 50 gradë Celsius, pastaj furra e fikur dhe futet brumi, po unë nuk pare fus në furrë, sepse rrezikon që brumi të prishet. Brumin tani e kemi gati dhe do të përgatisim petullat. Siç e thash, kam një teknik paksa të veçantë, nuk është se është e vështirë, për t'i ndarë që t'na fryen dhe t'na bëhen si pufkë. Përgatim me pak miell. Dhe mua më pëlqen që brumi në këtë momente filloj ta ndaj në pjesë më të vogla, kështu e kam më të lehtë për ta punuar dhe për ta prerë.
Duket që brumi është i ardhur mirë. Po ndajmë në 3 pjesë. Thjesht për ta menaxhuar më lehtë. Mundohemi që brumin ta ngjeshim sa më pak që tjetë mundur. Tani edhe kur ta hapim okej, të mundohemi mos ta ngjeshim shumë. Sepse brumi duhet goxha i trash. Ja do i presim kështu, madje tjera do i bëj pak më të trashë. Të njëjtën gjë do të bëjmë me pjesët e tjera të mbetura nga brumi. Do lëm brumin pushim 15 apo 20 minuta dhe nëse është pak ftohtë si sot, mund ta lini edhe 30 minuta. Po bëhemi gati për skuqje, na duhet vaj i bollshëm, i ngrohur mirë. Do lëm vajin që të krohet mirë dhe pastaj do ulim temperaturën në mesatare. Duhet kujdesemi që petullat mos t'i rrëmbejmë, por t'i skuqim ngadalë. Gati për skuqje, unë do marr nga këto petulla që kam bërë të para fare. Vajin e kam ngrohur dhe e kam ulur në nxehtësinë. Duhet t'i rrotullojmë sa më shpejt që të ruajnë këtë formën rrektore. Mos na plasariten. Rrotullojmë dhe kthejmë her pas here, që të piqen në mënyrë uniforme dhe nxehtësinë të ullët. Këto janë them se petullat më të mira që kemi bërë dhe kështu them sa herë bëj një recetë të re petullash, po që vërtet janë shumë të shijshme. Kujdesuni për nxehtësinë, po ju a them përsëri se nëse i piqni shpejt, ato do të mbeten të buta në brendësi. Nëse i piqni në temperaturë të ulët, do bëni ca super petulla që do ju kënaqin në shije. Kemi bërë petulla të shijshme, petulla të mira. Dhe e di që ndodhë me këto që janë super krokante jashtë, buta, si sinqerë, dhe aq të shijshme në brendësi, shkojnë shumë si me të kripura edhe me të ëmbla. Ne po i shijojmë me djathtë, gocat në fakt, nuk i pitat, dhe më bërë aq të shijshme. Do i hiqim tiganin e parë, kam marrë goxha kohë për skuqje. Dhe vazhdojmë kështu me radhë me pjesën tjetër nga brumi. Mos harroni të rrotulloni sapo i kemi kaluar në zjarr, kështu fillojnë të bëhen rrumbullake. Këto janë petullat tona, petullat më të shijshme, ju thash që s'kemi provuar këto të shtëpisë time, i kanë ngrënë më shumë se gjysmat, mezi më lanë të bëj ca foto e video të fundit që t'ju tregoj dhe juve si kanë dalë. Super krokante. Krokante nga jashtë, të buta në brendësi, t'i hapim, janë pjekur shumë mirë. Edhe brenda dhe ka që bëf të mirë nëse i provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtini butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re.